pse u godit pikërisht Belinda për shembull. Po marrim si rast, apo ku është ai momenti që u godit Belinda? Mos harroni se Belinda është goditur në një moment kritik, unë kam thënë që për sa kohë preket interesat e Amerikës, çdo njeri do marrë pasojën nga mbrapa. Çka do të thotë që po ta veni re është zëvendës sekretari i shtetit ka ardhur 2 herë brenda 10 ditëve dhe mas 2 ditësh Belinda ju dha mandatit pandehurës. Por po shihnim pak më parë se tuneli për shembull, skandali i tunelit nuk ishte se doli sot. Por më tepër doli skandali i aeroportit të Vlorës. Nëse kujtohet, ishte skandali më i madh ishte ai aeroporti i Vlorës, u përfol shumë që ai aeroport do kalote nëpër firma të tjera, do ta merrte dikush tjetër dhe shkote deri tek rusët, domethënë për ta marrë aeroportin e Vlorës. Në këtë moment që ndërhyrja e FBI-s, atë që vetë Dumani e ka deklaruar që ne jemi në unison apo në bashkëpunim të plot me FBI-n, e cila ndodhet në SPAC. Kështu që kjo duhet pak më gjerë se sa ajo kontrata apo ato biseda që këta kanë nxjerr apo të mënyrën se po ta vesh re për shembull, nëse Belinda kur doli në fillim doli për tunelin e Llogaras, po çuditërisht mas 2 ditësh na u hap edhe loti 4 i Unazës Madhe, doli në skenë edhe loti 4, po të dalin shumë gjëra. Nuk është se është vetëm tuneli apo loti apo ky, tash do dalin, janë pika strategjike që do i hanë më tepër kokën, siç është porti i Durrësit edhe aeroporti i Vlorës apo Irina, si do dalin shumë probleme në Shqipëri, sepse ta kanë ndërtuar atë mafian shtet, i cili dhe këta nuk e kanë menduar kur, apo edhe sot ata prap nuk e mendojnë që do përfundojnë pas hekurave me gjithë ato që kanë bërë në Shqipëri. Mos harroni se Shqipëria vërtet është një vend i vogël, vërtet nuk ka ndonjë popullsi shumë të madhe, por është një pikë strategjike në vetveten e saj. Ja ka fal Zoti që të jetë një pikë strategjike dhe me sa duket, po amerikan e kanë në mbikëqyrjen e tyre dhe aq më tepër që është lufta kundër drogës, kundër korrupsionit, pastrimit parave, dhe ajo që është më kryesorja pastaj është lufta kundër Sorosit. Dhe ja kam deklaruar dhe dihet që se nuk është gjë që nuk dihet që Rama është kohë me kokë me Sorosin, duke qenë se Trumpi e ka shpallë Sorosin, organizatë terroriste, patjetër që do t'i shtërij tentakulat e tij deri në Europë apo në Shqipëri, që është çerdhja e Sorosit. Kështu që nuk ka lidhje shumë ajo se çfarë do dalin puna aferave e parave, se sa kanë bërë, se sa kanë bërë, se si kanë përcaktuar, se si kanë përcaktuar. Këtu janë prek thash interesat e larta të Amerikës, kështu që do të ketë goditje më të mëdha. Jo pa qëllim kam thënë që deri në fund vitit besoj se këtu do të spastrohen gjëra, do marrin rrugë tjetër, se nuk ecet më kështu në këtë lloj forme. Me këtë lloj mafia shtet që ka ndërtuar ky. Dhe që po bën atë kashillikun kashi Amerikës edhe vet politikës së Trumpit. Mos harroni se në këtë situatë që është Shqipëria, në këtë gjendje që është Shqipëria, domethënë ngrihet kryeministri, shkoi deri në Katar tash për vizita, këtu zihen Kazani, ai ikën në Katar për vizita, më kujton atë pjesën kur mytë 28 veta në Otranto, dhe nano ishte mbuzuk kur më tha s'ka problem, se janë mytë, ai kuptoi dhe vazhdonte rrite atje, një kryeministër që rrinte atje dhe nuk kthehej në Shqipëri për gjëmën që kishte ndodhur në Shqipëri. Edhe këtu është zëvendës kryeministri ai tij e arrestuar, themi, e marrë, domethënë e pandehur, arrestuar quhet tash pavarësisht nga masa e sigurisë, dhe ai brenda për botë, domethënë është skandal. Nuk besoj se një kryeministër tjetër mund ta bënte, por ky e bë për kashilliqet e veta, nuk është se ka
përgjithshmëri si njeri, se po të kishe përgjithshmëri, momentin e parë që Belinda mori akuzën si e pandehur, do ta shkarkonte, po ju kam thënë që Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka fuqi për ta shkarkuar Belindën. Zë Markoçi, a ishte dosja e Belinda Ballukut një dosje e bërë nga amerikanët? Janë rreth 1000 dosje që janë të bëra nga Amerika, janë punuar në Amerikë dhe janë sjellë në Shqipëri. Mos harroni se vajtja e Dumanit në atë moment kritik, domethënë vajtja e Dumanit në Amerikë në mënyrë urgjente, ishte një domethënie shumë e madhe, por këta e morën dhe kërkuan ta trumbetonin si kur Dumani kishte shku për dasëm atje. Aty se kishte shku për qef, në të njëjtën kohë që ai u nis në mënyrë të papritur urgjente, thirrur nga Amerika, ka nejtë rreth 17 orë brenda atje dhe ka dhënë çdo shpjegim për sa i përket edhe mos veprimeve të Spakut në kohë që duhet vepronte shumë më përpara, por janë treguar gjithë pengesat, gjithë arsyet pse nuk është vepruar dhe çuditërisht më pas asaj filluan gjithë veprimet e duhura. Duke filluar që nga dosja me Gonigal, e cila është një proces që duhet mbyllur, o do mbyllet këtu o do mbyllet në Amerikë, nuk di se unë më tepër gjykoj tashmë se do mbyllet në Amerikë se sa këtu. Dhe ajo që është kryesorja është që ardha e zonë sekretari i shtetit, domethënë tregon se vëmendja në Shqipëri është totale, nuk është një vëmendje domethënë spontane, hajde se po e shohim edhe këtë. Ka një vëmendje të shtuar të Amerikës për sa i përket qeverisjes shqiptare. Dhe kryesisht të Ramës, i cili ja u kam thënë që është caktuar nga Kabala dhe nga Sorosi për të qenë drejtuesi i Sorosit apo përfaqësuesi kryesor i Sorosit si në Ballkan ashtu dhe në Europë. Nëse do shihni në momentin që ndodhi, domethënë skandali Belindës që u morë pandehur, gjithë Europa, gjithë këta majtistët e Europës erdhën direkt në Shqipëri. Erdhi Kosi, erdhi Klang Ping, çaj ka Vandelinen, erdhi ai burri që u martu me burr, e kupto? Erdhën gjithë këta. Erdhën gjithë për unë bile se quajta erdhën për mort, si me thonë erdhën me pi kafen e mortit se. Po për t'i dhënë atë mbështetjen, këtu lidhen të gjithë interesat domethënë edhe ajo pjesa e hapjes së negociatave të Shqipërisë, kur Shqipëria është një vend që domethënë mund të jetë vendi jo i fundit, po nuk di, është me minus, dhe çuditërisht vjen një nga vendet që mund t'i hapin më shpejt negociatat. Kjo tregon atë që këta duan me çdo kusht që ta mbajnë Ramën në pushtet dhe janë në sul gjithë. Domethënë edhe këta europian, tash majtisët e Europës janë sul pikërisht për të bërë çdo veprim të mundshëm që ky person të duket si një nga liderët që ka arritur suksese të mëdha, që ka bërë gjëra të mëdha, vetëm që të qëndrojë pushtet.